si gjithmonë ne nisim kohë më parë fushatën për të përgatitur fitoren e ardhshme dhe kur të tjerët merren me ne dhe më keq akoma fatkeqësisht merren me Shqipërinë në sensin më negativ, duke shkuar rrugëve të botës, të Europës, për të bërë çmos që ta pengojnë, ta ndalojnë, ta bllokojnë Shqipërinë, ne merremi me veten për të kuptuar se ku jemi me punët e Shqipërisë. Berati, fal transformimit vet, është bërë dhe dallëndyshja e parë që lajmëron pranverën e rikthimit të shqiptarëve në vendin e tyre. Berati është vendi ku më shumë shqiptarë kthehen nga jashtë se sa ikin jashtë. Dhe në Berat është shënuar fillimi i përmbysjes së trendit të largimeve nga Shqipëria.